Shumë prej neve, edhe çdo njeri prej neve mundohet që me ndjek pejgamberin alayhis salatu wasalam. Nuk ka njeri që nuk e ka në jetën e vet qëllim që me ndjek Resulullahin alayhis salatu wasalam. Ama një pyetje lind shumë sinqerisht. Pse ne dështojna shpesh herë ndjekjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam? Do të thonë kur e kupton ti që ti e do pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe punon për me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ama ti shpesh herë dështon, pse dështon? Dietarët janë bashkuar në këtë mendim se ti dështon, do të thonë ndjekjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam, se ti nuk e di sinqerisht historinë e pejgamberit alayhis salam. Kur ta mësojsh historinë e pejgamberit alayhis salam, biografinë e tij, gjithçka që ka të bëjë me atë, shanca teorike nuk ka që ti mu ka njëri dështuar brenda jetës tone. Do të thonë ne kena mundue në detaj për detaj raporte e pejgamberit alayhis salatu wasalam mi mësu që veten me ndryshue vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, a e dini se pse pejgamberi alayhis salatu wasalam është shembull për neve? Shumë ushtaran ti një tëntane me pa dikan që është shembull për ty. Mundesh me pa shembull dikan që mundesh me fitu pare. Mundesh me pa shembull dikan që mund të bëni biznes. Ama pse me pa pejgamberin alayhis salatu wasalam shembull çdo ditë, çdo natë, çdo punë, çdo vepër, çdo ibadet, çdo adhurim që e ban, është punë e rëndë me marrë vesh këtë meselë. Por me pa shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe pse ne kena shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam, dietarët kanë thonë që ne duhet me pa shembull veç për një shkak, sa i ka qenë i pagabushëm. Unë për ta shtjezu që ketë që pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i pagabushëm, kisha dash me marrë një shkollë që e kishmi kuptu hala ma drejt. Mendoje, ki nevoj për mu bo operacion. Allah azza wa jall ta ka quni smuje, edhe ti lip javën e parë, javën e dytë, javën e tetë, lip mjek, lip doktor që ty më ardhë me ta gjetë diagnozën tane edhe me hy në operacion ti taj doktor. Edhe merr vesh që janë 3 mjek të suksesshëm që do më thonë din me bo operacione edhe me ta shëru ti atë smunjën tane. Kur merr vesh për doktorin e parë, a i ka pat një 100 operacione, ama një 20 i ka ndështu. Doktori dytë i ka pat edhe kjo një 100 operacione, ama një 15 i ka ndalë defekt si ka operu bashmir. I treti doktor i ka pat 1000 operacione, këti ka pat suksesshme. Ku kështë shku? Te i pari, te i dytja, te i treti. Ka ne kështë ndjek. Kështë shku te i treti detyrimisht se aj nuk gabon. Aj është shembulltyr. Aj ty ta shnoj zemrën tane. Aj ty ta shnoj shpirtin tanë. Edhe ne, kur duhet me pas shembulltyr, kanë li me pas shembulltyr. Hoxhën mund me pas shembulltyr ku ja çollon. Ku i gabon hoxha nuk guxon e pati shembulltyr. E njeriu që s'ka gabu asnjëherë ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Edhe për këtë arsye ne pejgamberin alayhis salatu wasalam e kena shembulltyr të jetës tonë. E dashur vëllezër besimtar, Allahu azza wa jall thot në Kur'an, në një ajet kuranor ku thot ju e kishit shembullin më të lartë dërguarin e Allahut azza wa jall, kuptohet për atë i cili do të thonë e shpreson shpërblimin tek Allahu azza wa jall. A jena të dashne me fitu ahiretin, a e kina veç muhabet. Allahu azza wa jall kur flet në çeket ajet kuranor, flet për atë i cili dëshiron me ndryshu veten e vet që me fitu ahiretin, po bashkarisht edhe me dynjan. Unë edhe ti, ju dashur besimtar, ju të cilët jeni këtu prezent, nëse mendoni se për një me e ki me ndryshu vetën tane edhe fitu xhennetin e Allahut azza wa jall, nuk ki shanca teorike pa e ndjek pejgamberin alayhis salatu wasalam. Nuk mundesh me thonë, unë po di ma mirë, s'ka këtu po di ma mirë. Ai që ka ditë ma mirë ka qenë Allahu azza wa jall. Edhe ai cili e ka përgjedhur Allahu azza wa jall është Muhamedi alayhis salatu wasalam, edhe për këtë arsye ai është shembulltyra jon edhe vetëm me atë ne ndryshojmë veten tonë. E dashur vëllezër besimtar, shembulli i Muhamedit alayhis salatu wasalam i ka shërbyer disa objektivave. Për shembull, kina me marrë disa objektiva me rend që me kuptu se ne lip me bind vetën. A di ç'li me bind veten tane? Mendoje tash në rast. Nëse vjen dikush, çdo njëri për juve dhe i thot ka vdek baba ose ka vdek nona, a e beson me të parin muhabet? Nuk e beson. Vjen i dyti thot, ej Allah, më shiroft babën tanë ose nanën tanë se të ka vdek baba edhe nona. A e beson me këtë dytën herë? Apet i kije 30-40%. Ama nëse vjen kitë mahalla dhe ty të thojnë, Allah jem shiroft nanën tanë ose babën tanë, ti hala pa e pa gjenazën e nënës tanë, babës tanë, ti mu e di se të ka dek baba nana. Ne kina me folë që këtë ligjerat, pik mbas pike, do më thonë pjesë mas pjesme që me detyru vetën tonë edhe bit vetën tonë se ne s'kina zgjidhje tjetër. Do më thonë ti e ki vesh një opcion. Se kur të kish 2 opcione, thojna çto është mirë dhe çto mirë. Për shembull, nëse nuk t'jep dikush borx, e ki çket opcion. Ama nuk t'jep vllaviot borx, shkon ta jep shokiot.
për me pas shembulltyr nëse kena opcionin e dytë. Ne kena veç opcion pejgamberin alayhis salatu wasalam. Edhe për këtë arsye ne kena me tregu disa pika që më na bind neve që ne vetëm pejgamberin alayhis salatu wasalam e kena shembulltyr. Objektivi i parë i Muhamedit alayhis salatu wasalam ishte se ai ishte njeriu që i ftonte njerëzit natë që u shpall nga Allahu azza wa jall. Ishte një qenie njerëzore që muslimanët e modelojnë sjelljen e tij dhe karakterin e tij. Është rënë me pa dikan ti model në karakter. Për shembull, çdo njeri ka karakterin e vet. Edhe nuk është lehtë me patën çdo herë dëni karakter që ndoshta ty përshtatet. I vetmi njeri që kit karakteret e dunjos përshtaten me çat karakter është karakteri i pejgamberit alayhis salatu wasalam. E pejgamberi alayhis salatu wasalam para se mu u pejgamber, çu njifke? Unë njifke sikur i drejti, unë njifte sikur el emini, unë njifte sikur i vërteti dhe shumë cilësi pejgamberit alayhis salatu wasalam. A di pse unë njifke kështu pejgamberi alayhis salatu wasalam? Sa i kur nuk rrejke edhe kur nuk shpifke. Këshur në dashur vëllezër, për me dash mu bo ti model në lagjën tane, për me dash ti mu bo e shembulltyr në lagjën tane, pasha Allah nuk mundesh mu bo model në lagjën tane, në shtëpinë tane, në mahallën tane, në qytetin tanë, nëse ti hala rrejnë. Ti se ndalë rrejnën vazhdimisht, s'mundesh mu bo asnjëherë shembulltyr. Për këtë arsye, nëse dëshiron me qenë shembulltyr, çish ka qenë shembulltyr pejgamberi alayhis salatu wasalam, li vetën tane me ushtru edhe me bind te kjo pjesa që ti me qenë i besueshëm karshi njerëzve. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhis salatu wasalam asnjëherë s'ka qenë i vrazhd. Pejgamberi alayhis salatu wasalam asnjëherë s'ka qenë i ashpër. Pejgamberi alayhis salatu wasalam as nuk dike me shajt, as nuk dike me mallku. E ne këtu e kena me nxjerr në shkollë. Kur e kupton që pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka ditë çka me shajt, pash Allahin e pyes na vetën sinqerisht. Unë vetëm tek ne e kam ni atë fjalën që çysh di me shajt që ki as shejtani zi me shajt. Do të thonë, nëse ne mendojna vetën tonë se dojna me ndjek shembullin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, hajde pyete vetën sinqerisht. Tash, do të thonë, mendoje kur ka qenë hera e fundit që ti, do të thonë, nuk e ke shajt një ditë plot. Po ne gati çdo ditë shajna. Ne gati çdo ditë dikan e mallkojna. Ne gati çdo ditë dikan e shpifna. Po s'mundesh me qenë shembulltyr, edhe nuk mundesh me qenë ai i cili jetu e ndjek pejgamberin alayhis salatu wasalam kur ditë për ditë ti shon. Pejgamberi alayhis salatu wasalam as në fjalorin e vet s'ka ditë me shajt. A ne jena dërë të shajtmëve, ne jena dërë të punëve të këqija edhe të atyve fjalëve që zgudzon ti, lipetar të gërdi kurinin e lej dikush tjetër. Për këtë arsye ne lip me bind vetën tonë që pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë shembulltyr se këtë cilësitë e mira i ka pat Resulullah alayhis salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar, pse njerëzit e dojshin pejgamberin alayhis salatu wasalam? Është punë interesant me ditë se, për shembull, me dash pejgamberin alayhis salatu wasalam më shumë se çdo krijesë. Do të thonë, nuk të plotësohet imani ty vetë se ti e do pejgamberin alayhis salatu wasalam, figurën më të ndritshme, fytyrën më do të thonë shëndritshme, truzullit toksor më të dashur në zemrave tua. Për shembull, pse njerëzit e kanë dashur pejgamberin alayhis salatu wasalam? Jashta që ka qenë pejgamber, e kanë dashur se ka qenë pejgamberi, do të thonë pejgamberi i Allahut. Po pjesën e dytë me marrën, do të thonë pejgamberi i Allahut. Tash pjesa e dytë, pse me dash Resulullahin alayhis salatu wasalam? A keni mujt me gjetë në herë përgjigje? Se pejgamberin alayhis salatu wasalam e kanë dashur njerëzit se kur janë ul me pejgamberin alayhis salatu wasalam, me Muhammed Mustafa alayhis salatu wasalam, nëse ki pat gajle, ai ta ka hek gajlen. Ai kur s'ka dy timet në çmu. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kur nuk transmetohet që dikan e ka në çmu. Kur nuk transmetohet që dikan e ka bë mundje i dorës dytë. Pash Allahu dashur besimtar. Sa njerëzi prej meje prej teje kur kalon ti rrugës e kthen krijen mos me don selam. Sa njerëzi prej meje prej teje kur kalojna në rrugës, ose kur shkojna me naj mexhlis, ose kur hyna me naj shtëpi, ose kur shkojna me naj tubim, kur të vjen ti për shembull, vjen hy me naj tubim, me naj mexhlis, thonë çerr ki dosatnjaki, çerr ki njëri që këtë dunjon e ban gibet. Do të thonë ky shembull i pejgamberit alayhis salatu wasalam na mëson neve që ti li me qenë prej atyre njerëzve të cilët kur takoj njerëzit nuk gëzu njerëzit me ty, e jo me qenë njerëzit që kanë gërdi prej teje. Do të thonë kjo është ajo shkolla që ne e marrna se pse e dëshim pejgamberin alayhis salatu wasalam njerëzit në vazhdimsi. E dashur vëllezër besimtar, pasimi i shembujve të pejgamberëve alayhis salatu wasalam, Allahu azza wa jall e përshkruan më së miri në Kur'an ku thot ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi, ata janë të cilët i ka udhëzuar Allahu azza wa jall, kështu që merri, do të thonë shembull në udhëzim.
E mas mirë ti e shpjegojnë komentatorët e Kuranit ajetin kuranor ku thot Ibn Kathiri rahimullah, thot ky ajet përmban një shembull për pejgamberin alayhis salatu wasalam, që pejgamberi alayhis salatu wasalam lip me pa shembull pejgamberët e tjerë, e ne lip me pa shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam. Do të thonë kjo është një urdhër i drejt për drejt për gjithë secilin prej neve, se ne lip me pa shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam në çdo lëvizje, në çdo fjalë, në çdo vepër për ti. E pse ne e pasoj Muhammedin alayhis salatu wasalam? E para, fjala la ilaha illallah çdo njeri prej neve e di. A ka krenari më të madhe se pjesën tjetër ku thot Allahu azza wa jall, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet, do të thonë përveç Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi alayhis salatu wasalam është, do të thonë, rob dhe i dërguar i tij. Do të thonë me ta bo Allahu azza wa jall emrin e vet bashkë me emrin tan. Te xhamia e kina Allah Muhammed, në shumë raste ne e shohna që janë bashkarisht. Do të thonë ne e ndjekna pejgamberin alayhis salatu wasalam sa Allahu azza wa jall i ka dhënë vlerë të madhe. E Allahu azza wa jall e zgjidhi pejgamberin alayhis salatu wasalam mbi gjithë krijesat. Dashur vëllezër besimtar, krejt mënyrat e jetës të Muhamedit alayhis salatu wasalam janë shpëtim për çdo njërin prej neve, edhe janë zgjidhje për çdo njërin prej neve. E kur e kuptojna ne se çdo jetë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe çdo vepër është zgjidhje për neve, më ndryshe e kuptojna çastin se si lip me ndjek Resulullahin alayhis salatu wasalam. Allahu azza wa jall çka tha për shembullin e pejgamberit alayhis salatu wasalam? E para si ajet, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Allahu azza wa jall thot, tashmë pa dyshim që tek i dërguari Allahut alayhis salatu wasalam ju e keni shembullin më të mirë, andaj për ta ndjekur, kështu që ata të cilët e shpresojnë takimin me Allahun dhe ditën e gjykimit dhe që e kujtojnë Allahun shumë, ndërsa për ata që s'dojnë ju bind pejgamberit alayhis salatu wasalam, është një ajet tjetër ku thot Allahu azza wa jall, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Mëse, do të thonë, mëse bëni thirrjen kur thoje hoxha, kur thoje dietari, kur thoje thirrsi, kur thoje ai që ligjeron, ndëgjoje pejgamberin alayhis salatu wasalam, mëse bën këtë thirrje sikur që e therrisi ju njëri tjetrin. Me thirrni shokjot, ndoshta ti mundesh më refuzu, po kur thirrë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ti me detyrimisht lip ju përgjigj, pasi që nëse nuk e ndjekni këtë, ju do të pasoheni me fitne edhe me dënime të shumta. E dashur vëllezër besimtar, profeti Muhammed alayhis salatu wasalam si shembull në gjithë rrethanat. Për shembull, ti mundesh me qenë një burr i mirë për gruajën tënde, ama s'mundesh me qenë ndoshta kojshi i mirë për kojshin tënd. Ti ndoshta mundesh me qenë një shok i mirë për shokin tënd, ama në shtëpinë tënde ti je si shejtan. Do të thonë, ti mundesh në disa rrethana me qenë i mirë, ama nuk mundesh me qenë çdo rrethan i mirë. Veç pejgamberi alayhis salatu wasalam në çdo rrethan ka qenë shembulltyr për gjithë neve. E Muhamedi alayhis salatu wasalam shembull mirësjellje. Allahu azza wa jall thot në Kur'anin famullar, vërtet ti je në një shkallë të lartë të moralit. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhis salatu wasalam moralin e tij e kishte Kur'anin e Allahut azza wa jall. E këtu është një mësim që e lexova dhe që më preki fort, që ndoshta çdo njëri prej neve lip një atrondit pak zemrën. Pejgamberi alayhis salatu wasalam është kënaq me çdo send që Kur'ani e lejon mu kënaq, edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam është i dhënu edhe është zemru me çdo send që Kur'ani e ka ndalu edhe e ka bëu që ti mu zemru. Pashallahin kur ndalemi edhe lexojna fjalën e Allahut azza wa jall, edhe i dëgjojna ligjëratat vazhdimisht, edhe e shikon jetën tënde, e sheh që ligjëratat janë të bollshme, edhe ligjëratat të frymëzojnë ti për me bë punë të mira, ama punët e tua i ki ti kërkon. Kur e sheh që këtë situatë që ti Kur'ani thret shpesh herë që ti me përmisu vetën tënde, edhe ti nuk e përmison vetën tënde vazhdimisht, do të thonë është një dëshmi që Kur'ani nuk është model i moralit tan. Andaj ne do ta krijojmë inshallah gjatë këtij Ramazanit, edhe do ta përmisojmë disa pika vetën tonë, aty ku kena gabime, që të mundohemi ta kemi, do të thonë, si model pejgamberin alayhis salatu wasalam në çështjet e moralit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam asnjëherë nuk e ka ngrit zonin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam asnjëherë nuk e ka ngrit zonin. Ne këtu e marrna një mësim tjetër. Disa njerëzi nuk dinë me fol qet. Disa njerëzi dinë vetëm me vërtit. Nuk po flasna në ligjërata, se pejgamberi alayhis salatu wasalam ligjërata pak e ka ngrit zonin. Ama disa njerëzi e kanë zonin që kur të folë ai kit më hallenin. Kur të folë ai kit njerëzit janë në muhabetin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë mesatar. Ka qenë zoni i tij që është ndëgju vetëm te njëri tjetri, e nuk ka qenë zoni i tij që ka qenë zo për me ndëgju krejt lagja. Për këtë arsye ne kuptojmë që zoni pejgamberit alayhis salatu wasalam lip me qenë edhe për neve, që edhe ne kur folim me njëri tjetrin, mos e ngrit zonin, mos u ban i vrasht kur flet me njerëzit, banu i but kur flet me njerëzit.
Banu i buce, dbutin e do çdo njani, vrazhdin, njërin e egër, jo çdo njeri e do. Për këtë arsye, kjo është mësimi që e nxjerr na dashur vëllezër besimtar. E pejgamberi alayhis salatu wasalam as kur ka qenë treg, as në pazar se ka ngrit zonin. E ne kur shkojna në pazar, s'mundesh mi thon, a mundesh me dhon diçka prej zonit nal që e nin prej njerëzve. Për këtë arsye, kjo është ajo shembulltyra e drejtë. Ajo shembulltyra që neve na e drejton jetën tonë drejt përmirësimit më të mirë të mundur. E dashur vëllezër besimtar, transmeton Enesi radhiyallahu anhu që thot pejgamberit alayhis salatu wasalam i kam shërbyt plota 9 vite edhe asnjëherë nuk më ka thon pejgamberi alayhis salatu wasalam bane çeket edhe mos e ban çeket. Që kjo shkollë është për ato njerëzi që Allah Azza wa Jalla i ka bo biznismena edhe për ato gazdallart që kanë punëtor. Nëse ki punëtor, mos u ban njeri vrasht edhe jegër me punëtorin tanë. Mos u ban njeri që një dy vetëm pse jep një rrok punëtorit tanë, edhe plus ai ta kryen punën, ti me qenë njeri më jegër me punëtorin tanë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam shërbëtore ka pot. Enesi radiallahu anhu, ama kur se ka ngrit zonin, kur nuk i ka fol ashpër, kur nuk e ka kritiku për disa punë. Për këtë arsye, ne kuptojna drejt që ne s'lip me qenë tashpër as me punëtorët e tonë, s'lip me qenë tashpër as me ata cilët Allahu Azza wa Jall e ka caktuar riskin e atyre te puna jote që ti e jep vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, tash e kena pjesën tjetër që është Muhamedi alayhis salatu wasalam është shembull në tolerancë. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Thot Allahu Azza wa Jall në ajet kuranor, dhe nga mëshira Allahut Azza wa Jall u solle but me ata, po të ishe i rrept me zemër të ashpër, ata do të kishin hequr qafe prej teje. Që ky ajet kuranor Allahu Azza wa Jall tregon qartë aziz se pejgamberi alayhis salatu wasalam është pranuar në mas të madhe, ama është pranuar në mas të madhe se ka qenë i but. E nëse do ti me dash njerëzit, s'ka njeri që s'do me dash njeri. Nuk ka shanca me gjetë një njeri që thot, unë s'kam qefer kush me mdash. Çdo njoni prej neve do dikush me dash. Do me dash gruaja jote, do me dash fëmia jot, do me dash koshia jot, do me dash xhamati që jenë safe, do me dash disa njerëzi që ti ndoshta i mendon si njerëzit vlefshëm. E nëse do me dash çdo njoni vetëm duke arrit butësien edhe tolerancën, ki më arrit me qenë njeri i drejtë. E transmeton Enesi radiallahu anhu ku thot isha duke ecë me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Çiki hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam të kupton se pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe kur e kanë sulmu pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i butë. Thot Enesi radiallahu anhu isha duke ecë me pejgamberin alayhis salatu wasalam edhe Resulullah alayhis salatu wasalam e kishte të vesh një jak, një mantill që çtu është e vrasht te kjo pjesa këtu nalt. Thot edhe erdh pa prit mas një beduin, një fshatar i asaj kohe, edhe e ka pejgamberin alayhis salatu wasalam për qafe, edhe i thot: "Ja Resulullah, jepëm diçka që prej mirësive cilët ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall." Transmeton Enesi ku thot, në momentin kur e kapi për qafe, ja grithi këtë qafën pejgamberit alayhis salatu wasalam, ja la shenjë qafën pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe në moment pejgamberi alayhis salatu wasalam kur gjosi tha, ishte tolerant e zgjati dorën edhe i tha: "Çka dush ti, ne do t'japna." Edhe në këtë rast, ky beduini që mur gjithçka që i kërkoi pejgamberit alayhis salatu wasalam, shkoi te populli vet tha: "O populli im, pranoni Islamin se Muhamedi alayhis salatu wasalam nuk u tut kepi fukarallëkit." Do të thonë ti lip me qenë shembull për njerëzit e tjerë. Nëse vjen dikush mu si hoç, nuk po flas për asnjërin prej xhamatlive, vjen dikush si hoç, edhe më kap me vrajsi, në arrogancë, më kap për qafe, a do të kisha qenë unë i butë sikur ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam? Një pikpyetje e madhe. Do të thonë, ne lip me qenë për atyre cilët e marrim si shkollë Resulullahin alayhis salatu wasalam, edhe kur kanë qenë njerëzit vrasht karshi ati. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam ishte shembull mëshirë. Allahu Azza wa Jall thot: ne të dërguam ty vetëm mëshirë për gjithë krijesat. E këtu transmeton Ebu Dharr radiallahu anhu ku thot se e pash një ditë një natë pejgamberin alayhis salatu wasalam ta natën duke e lexuar një ajet kuranor ku thojke: "Nëse i dënon ata, në të vërtetë ata janë robërit e tu, e nëse u afal atyre, ti je gjithëmëshirshmi i urti." Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor që e transmeton Ebu Dharr radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salatu wasalam duke i lexuar deri në sabah këto ajete kuranore, i lexonte me vetmin qëllim që Allahu Azza wa Jall t'ja mundsoje që ta marrë, do të thonë, ndërmjetësimin mes neve edhe Allahut Azza wa Jall ditën e gjykimit. E Ebu Dharr e pyeti: "Ja Resulullah, pse u lutet deri në sabah me këtë lutje?" Ebu Dharr, pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha: "O Ebu Dharr, u luta që Allahu Azza wa Jall të ma jep ndërmjetësimin tant në ditën e gjykimit." Andaj dashur besimtar,
pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë i mëshirshëm, hala pa mu ty e çdo njëri prej neve. Ai ftyrën neve s'na e ka pa, as zonin s'na e ka ndëgju, as emrin nuk na e di. Po pejgamberi alayhi salatu wasalam nesër në ditë gjykimit për mua, për ty e për çdo njërin që e ka praktikuar, e ka dashur, e ka realizuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka me qenë ndërmjetësues tek Allahu azza wa xal. E dashur vëllezër besimtar, unë dua ta vazhdoj duke përmendur edhe disa pika që është Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte shembull për ulësi. Që kjo pikë na ban neve me kuptu drejt një mesele. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kushdo që e ka thirr dikush, pejgamberi alayhi salatu wasalam ju ka përgjigj ftesës. Sa prej njerëzve, sa prej neve, kur dikush na thirr, kur dikush na fton dikun, ne e këshirna, a është i pasur, a është i varfër. Kur thirrë i pasuri me të parin llaf ti e pranon, ndërsa kur thirrë fukaraja mendosh, a jam i lirë as jam i lirë. Banu i sinqert. A je prej atyre cilët kur të thirr fukaraja shkon me të parën e nuk shkon? A je i sinqert me Allahun azza wa xal që kur thirrë i pasuri ti mundesh mi thënë edhe të pasurit jo? Po çdo njani kur e thirr dikush deni pasanik i thot po kam ardhur. A kur ta thirrë fukaraja pak e ndal veten. E kjo neve duhet me na mësu dashur besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk i refuzonte ftesat. Edhe unë, edhe ti, nuk lip kur qysh mi refuzu ftesat që na vijnë prej njerëzve, qofti i pasur e qofti i varfër. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam përsëri ishte shembull bujari. Transmeton Xhabir ibn Abdullah se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur dikush e pyete për ndonjë gjë, ai asnjëherë nuk thonte jo. Për shembull, dashur besimtar, transmeton përsëri Enesi radiallahu anhu që një njeri i kërkoi diçka profetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ia dha një tufë me dele. A diçka është kjo një shkollë për neve, dashur besimtar? A e dini sot sa është bo rand me lip borxh? Sot edhe dosti tan kur ti lipsh borxh mundohet me t'i dhënë 100-200 euro me të hek qafe. Domethënë është bo punë e rënd sot me lip dikujt borxh. Pejgamberit alayhi salatu wasalam kur i ka lip dikush, jo borxh, po vetëm i ka lip, Resulullahi alayhi salatu wasalam ja ka dhënë dhe se ka bë muhabet. Sot te ne është bo sfit, borxh mi lip që mi ja kthy, jo mi lip diçka me të fal për Allah. Për këtë arsye ne duhet me marr shkollë që me qenë bujari, do të thonë me qenë bujar në karshin njerëzve që kanë nevojë për pasurinë tonë. Jo çdo herë pasuria jote që e rrun ka me nejt me ty ka me nejt ajo të cilën e jep ti për Allahun azza wa xal. Andaj dashur besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam tash vazhdon duke qenë shembulltyr në bujari edhe në Ramazan. Mbasi jena në Ramazan çdo njëri prej neve duhet me ditë se çka bënte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Unë kam një shkurt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë jepte sadaka në Ramazan. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasalam ja lexonte Xhibrail Emini Kur'anin vazhdimisht, ai u falte edhe bante dhikr vazhdimisht, edhe e katërta ai hynte në itikaf edhe adhuronte Allahun azza wa xal. E dashur vëllezër besimtar, tani e kemi shembull Muhammedin alayhi salatu wasalam duke hang pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe duke pi Resulullahi alayhi salatu wasalam. Ai asnjëherë nuk i refuzonte ushqimet. Paramendone se tash në Ramazan kena pak punë më shumë ushqime. Pejgamberi alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk e refuzonte ajo çka ju sjellte për me hangë me pi. Nëse i pëlqente e hante, nëse si pëlqente subante komentator, do të thonë i ushqimeve. E dashur vëllezër besimtar, tash në Ramazan nuk lip me qenë as unë, as ti komentatori i ushqimeve që na e ban nëna jon, motra jon, gruaja jon. Se pas e vot mirë, hiç sun pëlqejka. Jo. Tash në Ramazan mësoje veten tane, nëse të pëlqen ushqimi i iftarit apo i syfyrit haje. Nëse nuk të pëlqen ushqimi i iftarit edhe i syfirit, leje mos e ha, por mos u ban komentator. Se nuk ta ka borx as gruaja jote, as nana jote, as motra jote ditë për ditë me të marru iftar edhe syfir. Për këtë arsye, banu, do të thonë merre shembulltir pejgamberin alayhi salatu wasalam që kur nuk ka refuzu ushqim që ndoshta edhe pak i ka pëlqyer ka hëngë Resulullahi alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye ne lip me marr çket shkollë edhe me mishru me veten tonë që prej Ramazan kur bukën s'ka me komentu. Kur hiç. E mirë e ha. Nuk është e mirë, Allah ju shpërbleft. E dashur vëllezër besimtar, e folura edhe e qeshura e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk fliste shumë. Kjo është e kundërta me neve hoxhallarëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk folte shumë. A di pse nuk folte shumë Resulullahi alayhi salatu wasalam? Nuk folte shumë sepse ai folke veç kur dohet me fol. Sa prej neve folin ku dohet e ku s'dohet. Nuk e di me xhlisin se a dohet me fol as dohet me fol.
Do të thonë Resulullahi alayhi salatu wasalam folte veç kur u deshke me fol. E kur si pëlqej ke diçka prej fytyre diktojshe që nuk ka ti pëlqy pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thonë e jona është me kuptu drejt çto. Drejt me kuptu se Resulullahi alayhi salatu wasalam kur se ka tepruar me të folme. Edhe një shkollë tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë që kur e ka ditë se diçka ka shumë vlerë, e ka përsërit deri me 3 herë. Nuk ban. Bane. A di pse? Se kjo ka qenë shumë e vlerë për pejgamberin alayhi salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar. Ai pejgamberi alayhi salatu wasalam çante ndonjëherë, më shumë ti çante pejgamberi alayhi salatu wasalam nga frika për Allahun azza wa xal, e çante ndonjëherë kur vdiste dikush, edhe çante kur I kanë vdek fëmijët, sikur shembulli I Ibrahimit alayhi salam që ka qenë Ibrahimit Allahu e mëshiroft, do të thonë fëmiu I pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam në marrëdhënie me njerëzit. Këshirne, çdo njani çto mundet me mendu se ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam I dërguar I Zotit, edhe është marrë veç me dinë të Allahit, është marrë pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm duke adhuruar Allahun azza wa xal, nuk ka qenë diçka tjetër. Jo, gabim është. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë edhe pejgamber, ama ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam që ka him biznes edhe me njerëzit. Resulullahi alayhi salatu wasalam ka qenë që është përzim me njerëzit. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam sa herë që mirte borx, mirte hua, para mendon e çiket. Sa herë që mirte diçka borx pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe mirte hua, mirte borx. Kur vinte koha për mja kthy borxhin, pejgamberi alayhi salatu wasalam ja shtonte pak edhe ja jepke si një lloj hedije për arsye që I ka ndihmu kur ju ka dasht. Sot ne kur japna dikujt borx, me atë pikën e parë që ndërlidha, kur japna ne dikujt sot borx, vallai ti lip me ngarën njerin që me ta kthy borxhin. Lip me ngarën me ta kthy borxhin se ti je borx edhe bosh borxhlim me parat e tua. Kur t'ja lipsh borxhin thot a për parat e mia t'ka me cynja. Do të thonë ti lip me marr shkollçë edhe kur do të me dhon, ama lip me gjet edhe njerin që kur t'ja jepsh njeri me ta kthy borxhin. Jo ti ja e borxhin edhe jep një afat 1 vjet, ai 10 vjet s'ta kthen borxhin. Do të thonë nuk është shenjë mirë që dikujt I jep borxh edhe s'ta kthen dikush borxhin. Ti I cili s'ja u kthen njerëzve borxhit, ki frikë Allahun azza wa xal. Se e ki dhon fjalën, edhe duhesh me mojt fjalën. E ki dhon besën, edhe duhesh me mojt besën. Nuk lip me qenë tradhtari besës tane. Pejgamberi alayhi salatu wasalam mirë ke hua, edhe kur e kthejke në vakt, edhe le që e kthejke në vakt, po edhe e shtojke diçka. E në jo nash me kuptu këtë qaste se a I ka qeni përzim me njerëzit, edhe ka pat allë zhveresh edhe me njerëzit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam do njëherë bënte edhe hajgare, bënte edhe shaka, ama çdo herë e kallëzoi këtë vërtetën. Te në është e kundërta. Njerëzit e tonë, edhe ne kur bojna hajgare, mundona vetësa me fry rastin për me bo ma qesharake. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pa cilësi që ka ditë me bo hajgare, po ka bo hajgare vetëm me të vërtetën. Andaj dashur vëllezër besimtar, Ibn Qayyim el-Jauziu, dhe me këtë inshallah e përfundoj këtë pjesën e parë si hyrje, Ibn Qayyim el-Jauziu thot: I dërguari I Allahut alayhi salatu wasalam I vizitonte të cëmurët gjatë jetës së tij, merrte pjesë në varime, u përgjigjte ftesave edhe kujdeser për nevojat e të vejave dhe skamnorëve. Ai sallallahu alaihi wasallam u kënaqte me poezitë, edhe në këmbimin e poezive ai do të thonë jepke ideja edhe poetëve se si me bo poezia. E dashur vëllezër besimtar, ne I përmendëm disa pika me rënd që pejgamberi alayhi salatu wasalam lip me qenë shembulltyr për neve, po besoni, kjo është vetëm hyrje që u mundum ta prekim nga një pikë dikun që ta kuptojmë se për çka do të flasim prej ditës së shtunë inshallah. Prej ditës së shtunë do të fillojmë me raportin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me gratë e veta, edhe me gryen e vet. Edhe çati çdo burr I martum, edhe çdo I ri ka me pasë sa lip me ndëgju me vëmendje raportin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me gratë e veta, se çati ne kena me mësu se sa herë pse ne kena kriza në familjet e tona, pse ne dështojna në familjet e tona, edhe pse ne nuk kena të kënaqur edhe me familjet e tona. E lut Allahun azza wa xal që Allahu azza wa xal na jep sukses në ligjërimet e tona. E lut Allahun azza wa xal që na bën hajrit kudo që të jemi. Allahu shpërblet për ndërgjimin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.